Gjovalin, diçka në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, nipi juaj një ditë më parë ka kryer një krim. Ndërkohë ju si xhaxha i Elvisit, ç'a mund na thoni për këtë ngjarje të rëndë? Njësit dënojnë njëto do të përballet me të njëjtën gjë. Nipin tuaj? Po, Pse? një gjyqtarësit e dënojnë do të përballen me pluma. Se ka 13 vjet që i shkruajmë kryeministrit të tënë qeverisë anani pronën, se u kena ble. Një gjyqtarësit dënojnë njëto me Kolinën, me Klismanë, me mua, ka të njëjtën shpërblim. Provat i lam. S'na përllën në kush. Se ja kena ble shtetit, ose më na quën burg, Pra nuk se kena privatizuar pronën gabimisht. nuk jeni i penduar për atë çfarë ka ndodhur ju? Familjes të ndjerit gjyqtarët Po. i ulem gëj. Edhe i kërkoj halalin me kishe me xhami. Po ndërkohë që i kërkon hallalin, ti prap thu që njëjtin veprim do të bëjmë edhe ne. Tash si qëndron kjo deklarata juaja? Nëse një djalë, Po. ai gjykohet sikur e gjykua Astritin. Mos u mërni me atë spojt, se kena 13 vjet që jeni firmojmë shtetin. Se kena ble pronën me liz, me rregulla. Jena bërë çdejnë tonë. Kush dënon një djalë të njëjtën gjë ka. Në qoftë edhe Donald Trump, në qoftë edhe Papa. S'ka loj me ne ma.